Edhe rasti që po diskutojmë, aktualisht është i tillë. Fatkeqësisht nuk është rasti i parë, po fatmirësisht nuk është as rasti më i vështirë. Sepse ndryshe nga sa ka ndodhur, për shembull me kryetarin e Bashkisë Tiranës, prezumimi i pavajsisë të cilit nuk ka ekzistuar as përpara se sa i të merrej për herë të parë në pyetje. Dhe gjyqi mediatik ndaj të cilit ishte një tjetër masakër, gurësh dhe pështymash. Me libër shpije, e denjë për mes jetën, jo për një shoqëri europiane. Në këtë rast, thash fatmirësisht sepse vjen të ne. Na jep ne kushtetuta të drejtën të gjykojmë mbi dëshirën, nevojën, argumentet e prokurorit për të kërkuar një arrest pa gjyq. Se kjo është ajo që duhet ta kuptojnë të gjithë shqiptarët për të kuptuar pozicionin ton, pozicionin tim. Arrest pa gjyq. Asgjë më shumë, asgjë më pak. Dhe kështu na e jep kushtetuta mundësinë që as të mos e humbim nga syt, as të mos kemi fuqi ta ndihmojmë viktimën më të madhe gjermësot të reformës së drejtësi. E dini kush është viktima më e madhe gjermësot të reformës së drejtësi? Parimi i prezumimit të pavajsisë. Që ne të ngrem dorën për të votuar kërkesën e arrestit për Belinda Ballukun, me kartonin që na e kanë dhënë socialistët dhe mbështetësit tanë, përfshirë dhe ata të kryeqytetit socialistëve në Fier, na duhet të kemi të paktën njërin nga arsyet që kemi pasur kur e kemi bërë këtë më parë. Nuk po them të kemi sken krimi, të kemi kushte flagrance, apo të kemi qoftë dhe një provë bindse për tentativ, arratisje apo prishje të provave, të cilat janë normalisht arsye sine qua non për paraburgimin, sepse sjellin një lëndim relativ të detyruar të parimit të prezumimit të pavajsisë. Por po them të paktën njërin nga arsyet që kemi pasur kur e kemi bërë këtë më parë. Dhe në kujtesën time, qysh për reformës në drejtësi, ne kemi votuar për 2 arreste. Njëri për shkeljet përsëritur të vendimit të gjykatës, pra një votim automatik, pa nevojë për ndonjë diskutim. Tjetri për plot zeza, korrupsion, pastrim parash, fshehje pasurie, gjëra që na krijuan bindjen që kërkesa e prokurorit ishte e përligjur. Në këtë rast s'kemi asgjë nga këto. Ndërkohë, unë kam dhe një problem tjetër. Materiali shumë voluminos që e shoqëron kërkesën, siç u tha dhe nga prokurori, 16.000 faqe, është në fakt tregues i dobësisë së madhe që ka kërkesa. Sepse ato 16.000 faqe janë një kolpo e bukur propagandistike për t'ju quar fjalë gjithë shqiptarëve të etur për drejtësi që janë 16.000 faqe me vjedhje. Në fakt, ato janë studime, janë projektime, janë prokurime, janë vendime, janë urdhresa, janë arkiva e Ministrisë së Infrastrukturës dhe Drejtësisë gjatë periudhës drejtimit Belinda Ballukut, e marrë me kamion dhe e çuar për të futur në dosje, një dosje që nëse përbën provë për diçka, është prova më e fortë e punës së madhe serioze të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Të tjerat janë
dokra. Unë nuk jam në njohë si procedurave të kuvendit, po personalisht ja kam thënë dhe shokëve të Këshillit Mandate, po t'isha një nga ata, unë do i ktheja mbrapsh ato 16.000 faqet, si një qasje jo serioze. Për mua ofenduse, po unë base ofendohem letë. E përfaqësuesit pushtetit të pavarur gjyqësor ndaj përfaqësisë së pushtetit të pavarur legjislativ. Dhe pikërisht si iluzion optik. I mbani mend kur keni qenë fëmijë ato pasqyrat e thyera që kapin diellin dhe ja përplasin syve dikujt, një gjë e vogël dhe duket sikur të vinte gjithë dielli përballë, ashtu janë ato 16.000 faqet. Ulsim Manja më ka shpjeguar një herë fenomenin e volumeve të mëdha të kërkesave të prokurorëve me fjalët e ndjespas Stavri Çeços, profesor i nderuar i Fakultetit Drejtësisë, i cili thoshte: kur s'ka prova bindëse shkruhet gjatë se flet prokurori. Kur ka prova bindëse shkruhet shkurt se flasin provat. Por më e rënda sipas meje në urvajtjen e prokurorit pranë kuvendit është diçka tjetër. Paraqitja e një incizimi të një bisede mes një të pandehure me një bashkëbiseduese. Ku e pandehura, shpjegoj, sipas prokurorit, na qenë kesh kërcënuar. Dhe ku sipas shokëve të Këshillit Mandateve në atë proces verbal, nuk përmend asgjë kundi në atë bisedë Belinda, ministrja, titullaria, apo ndonjë gjë që duket si një kërcënim real. Tani, besojeni ose jo, unë vetë as nuk e kam dëgjuar, as nuk kam ndërmend ta dëgjoj këtë kërcënim të incizuar apo të lexoj proces verbalin. I kam të merr këto forma, po drejtësia ka detyrën e vet t'i përdori, që e pas ka shtyr prokurorin të